Pas 16 vite, qytetarët e Strugës do të kenë në kryet komunës kryetar të ri. Mendi Qyra, i cili sot në mënyrë solemne mori mandatin e tij 4 vjeçar. Qyra u prit nga kryetari në Ike Ramiz Merko, ndërsa në deklarat për mediat tha se do të ndërpres disa kontrata pune në ditët në vijim. Sot bëra edhe propozim vendimin për shitjen e Audi 6, e cila me procedurë të rregullt do të shitet dhe nuk do të jetë më në përdërim të komunës së Strugës. Dhe nga gjithë kjo është shumë e rëndësishme të themi se nga sot ne të gjithë punëtorët të punësuar që nuk kanë ardhur në punë me vitet të tëra, në ditët në vijim, do të ndërpritet kontrata e punës